250 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka uruar edhe ushtruesja e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, përmes një postimi në rrjetet sociale ku ka njoftuar poshtu se ka qëndruar gjatë ditës në kampin ushtarak amerikan Bondsteel. Sot në ditën e pavarësisë së SBA-s, po ata kënaqësinë të jem në kampin Bondsteel së bashku me pjesëtarët e grupit për mbështetje në Ballkan për ta ndarë me ta këtë ditë të veçantë dhe festive. 4 korriku në këthen të një nga parimet më fisnike të demokracisë të vullneti popullit si burim i lirisë dhe i pushtetit, ka shkruajtur Haxhiu. Për ne në Kosovë kjo datë është e pandashme nga miqësia me Shtetet e Bashkuara, të cilat na janë gjendur pra në çastet më të rënda dhe më përcaktuese të historisë sonë. Ushtarëve dhe qytetarëve amerikanë u apërcolla urimet më të përzemërta për 250 vjetorin e pavarësisë, bashkë me mirënjohjen për aleancën që na ka bashkuar në të kaluarën dhe vazhdon të na prit drejt së ardhmës. Gëzuar 4 korriku, vazhdon tutje urimi presidentes në detyrë të Kosovës. Dy shekuj e 50 vjet të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës se kanë uruar edhe liderët e institucioneve dhe subjekteve politike, opozitare dhe të pozitës po ashtu në Republikën e Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti rikujtoi parimet themelore dhe të vërtetat e vetë kuptueshme në të cilat bazohet deklarata pavarësisë amerikane, e që janë të drejtat e njerëzve për jetë, liri dhe kërkim të lumturisë, vlera këto që vazhdojnë të jetojnë fuqishëm në zemrat e patriotëve të çdo epoke dhe të çdo populli, shkruan Kurti. 4 korrikun e ka uruar edhe kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, i cili u shpreh mirënjohje aleatit më të madh të Kosovës, simbolit të lirisë në mbar globin. Kurse lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, e ka uruar pavarësinë e partnerit më të besueshëm të Kosovës, teksa thotë se ky partneritet nuk është vetëm një pjesë e historisë, por është edhe garancia më e mirë për të ardhmen e Republikës së Kosovës. Prandaj orientimi euroatlantik i Kosovës dhe thellimi i miqësisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbetën për herë zgjidhje strategjike, shkroi Abdigjiku. 250 vjetorin e pavarësisë së Amerikës e uroi edhe kryetari i aleancës, Ardi Anxhini, i cili nderon vlerat e lirisë dhe demokracisë që shfrytëzuan botën, thot ai.